Kushdo që ka hedhur syt nga avioni ndërsa ulet drejt Rinasit, nuk mund të mos i vras syt ulësira veri perëndimore e Shqipërisë, e cila ngjan si një hapësirë ku dikush ka hedhur shtëpi nëpër fush sigur dominoje. Ajo që është urgjente është hartimi një plani thelbësor për spostimin e çdo banese prej këtyre zonave drejt territoreve të sigurta. Ky plan nuk mund të jetë as 2 vjeçar, as 5 vjeçar, por 10 deri 20 vjeçar, sipas mundësive të planifikuara të shtetit shqiptar. Kjo histori që çdo vit, sa herë bie shi, ne duhet të ndeshemi me njerëz që kanë ndërtuar aty ku nuk duhet të ndërtojnë, dhe çdo vit t'u premtojmë kompensim për dëmet, është një tmerr pafund. Ne po investojmë që ata të jetojnë aty ku nuk duhet jetojnë. Zonat e kuqe të përmbytjeve duhet jenë të lira nga ndërtimet dhe bizneset, pasi vetëm ashtu ato kthehen në valvola shkarkimi të përmbytjeve, duke shpëtuar zonat e tjera.